Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do ta nënshkruajnë së shpejti një marrëveshje për minerale dhe burime natyrore me Ukrainën. Trump tha për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë se përpjekjet e tij për të arritur paqen mes Ukrainës dhe Rusisë janë duke shkuar shumë mirë pasi këtë javë bisedoi me liderët e dy vendeve të përfshira në luftë. Jemi duke ecur shumë mirë me Ukrainën dhe Rusinë dhe një nga gjërat që po bëjmë është nënshkrimi shumë shpejt i një marrëveshje me Ukrainën në lidhje me mineralet e rralla, tha Trump. Derisa Trump po i bënte këto komente, forcat ruse sulmuan infrastrukturën civile në Odesa, duke shkaktuar dëme dhe duke plagosur 3 persona përfshirë një vajzë, tha guvernatori rajonal. Ndërkohë thuhet se në rajonin Kursk të Rusisë, forcat ukrainase sulmuan stacionin e shpërndarjes së gazit në Sudzha. Media e pavarur sot publikoi një foto në Telegram që shfaq një zjarr të madh. Zyrtarët e qeverisë ukrainase nuk janë deklaruar për këtë sulm, as Moska nuk e raportoi incidentin. Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara u pajtuan në fillim të këtij muaji për ta përfunduar një marrëveshje gjithëpërfshirëse për zhvillimin e burimeve të saj minerale. Përpjekjet për të finalizuar marrëveshjen u prishën në 28 shkurt pas një debati të ashpër midis Trump dhe Zelenski në Shtëpinë e Bardhë. Trump dhe Zelenski ranë dakord në 19 mars të punojnë së bashku për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, gjatë një bisede telefonike që Shtëpia e Bardhë e përshkroi si të shkëlqyer. Nuk është e qartë nëse kushtet e marrëveshjes për mineralet kanë ndryshuar. Një version i mëparshëm nuk përfshinte garancitë e sigurisë për Ukrainën që Zelenski kishte kërkuar.